Përshëndetje të nderuar miqtë mi. Sot pranë jush do të vi me një histori të dhimbshme. Rrëfimin e një nëne, e një gruas të martuar që realisht nuk e ka të lehtë për ta rrëfyer, por dua ta përgëzoj për guximin, për historinë të cilën ajo rrëfen dhe të vërtetën e madhe brenda kësaj letre. Unë jam një grua e martuar, një nënë, një shpirt që ka kaluar shumë në jetë. Para 3 vitesh, ndoshta pa e kuptuar, fati më solli përpara një histori që do të më ndryshonte përgjithmonë. Një mbrëmje, ndërsa po rija në shtëpi, më erdhi një ftesë në telefon nga një djalë që nuk e njihja. Quhej Dori. Nuk i shkruajta unë e para, por ai më nisi një video të tij. E pash dhe nuk e fshe dot. Më pëlqeu shumë. Kishte diçka ndryshe. Një shikim që mua më mbante pezu. Të nesërmen në mëngjes, kur më doli ai në mendje, i shkrova unë: "Ti je ky në video?" Ai më tha: "Po, unë jam." I thash nuk mund të flas shumë, sepse jam e martuar, dhe ai ma ktheu me një qetësi që më hutoi. "S'ka problem fare. Flasim kur të kesh kohë." Në atë moment, ndoshta pa e ditur, zjarri filloi brenda në shpirt. Bisedat tona u bën të përditshme. Çdo mbrëmje më thëriste: "Ku je shpirt? Si je?" E unë fillova ta prisja me padurim atë zë. Më merrte gjumi me telefonin në dorë, duke folur me të. Në fillim ishte thjesht një shoqëri e bukur, por pastaj u bë një dashuri. Një ndjenjë që nuk mund ta shpjegoj në asnjë mënyrë me fjalë. Ai jetonte në Angli, ndërsa unë jetoja në Itali. Por largësia s'na ndali dot në asnjë mënyrë. Çdo ditë, çdo natë, flisnim sikur ishim bashkë të dy në një dhomë. Kaluan muaj dhe unë e ndjeja që po dashurohesha me shpirt. Ai më thoshte: "Shpirt, do të vi një ditë në Shqipëri, do takohemi." Unë qeshja se më dukej e pamundur si gjë. Por ai e kishte seriozisht këtë gjë. Më thoshte: "Prit, do vi e do të përqafoj siç s'të ka përqafuar askush deri më sot." 3 vite fluturuan në ajër mes telefonash, videove, ëndrave e fjalëve të dua. Dhe një ditë ai më thot mua: "Jam kthyer në Shqipëri. Hajde të më takosh." Nuk e besoja. Mu duk si një ëndër që s'do ta prekja kurrë, por dëshira për ta parë ishte më e fortë se çdo frikë e mundshme. Preva biletën, lash gjithçka pas dhe nisa rrugën për në Tiranë. Ai më thëriste në çdo minutë: "Shpirt, je në avion? Sa bukur do t'jetë kur do të shoh." Kur mbrita, zemra më rikte aq fort sa që më dukej se do të më dilte krejt nga vendi. Ula në hotel, ai më tha: "Prit se po vi." Kur dola ta prisja jashtë, ai ishte aty. Ai që për 3 vite më kishte bërë të qesh, të qaja, të ndjej, ishte përballë meje. U përqafuam fort, pa fjalë,
vetëm me lotë dhe me dridhje në duar. Ishte si kur të takoja një shpirt që e kisha njohur në një jetë tjetër. Më tha: "Shpirt, a dalim një xhiro?" I thash: "Jo, ri me mua këtu. Dua të jetoj këtë moment." Ajo natë ishte më e bukur a jetës sime. Flinim në krarit e njëri tjetrit, edhe për herë të parë ndjeva çfarë do të thotë të duash pa kufi. Kur doli drita e mëngjesit, unë ende se besoja që ishte i vërtet. Më puthi në ballë dhe më tha: "Do shihemi prap, shpirt, ta premtoj." U ktheva në Itali me zemrën plot lumturi. Kishte qenë real, kisha takuar Dorin tim dhe vazhduam të flisnim si më parë, çdo natë, çdo ditë. Mungesa na diqte, por dashuria na mbante të gjallë. Pas 3 muajsh i thash: "Dua të vi prap në Shqipëri të shoh." Ai u gëzua njët si fëmijë: "Hajde të pres me shpirt," më tha. Por pastaj diçka ndryshoi. 2 netresht i shkrova, nuk u përgjigj. I lash mesazhe, asgjë. Kaluan 4 ditë. Pastaj papritur më shkruan: "Hej, ku je? A je gjallë?" I thash: "Jam gjithmonë për ty." A i qeshi më tha: "Mos u mërzit, kam pas probleme si ti." Por nga ajo ditë gjithçka u venit. Nuk më foli më si më parë, nuk më kërkoi më si dikur. Ku më pas telefoni ti s'u hap më kishte bllokuar. S'mund ta përshkruaj çfarë ndjeva atë ditë, sikur më morën frymën 3 vite dashuri, fjalë net pa gjumë u zhdukën në një sekond. Nuk e dija çfarë kisha bërë. E vetmja gjë që dija ishte se unë e doja. E doja si në ditën e parë. Dhe sot, çdo natë kur shtrihem në shtrat, më duket se e dëgjoj zërin e tij që më thot: "Ku je, shpirt?" Ndoshta nuk do ta shoh më kurrë. Ndoshta ai se di se sa shumë më mungon. Por unë s'kam për ta harruar, sepse Dori s'ishte thjesht një djalë që erdhi e iku, por ishte një ndjesi që më bëri të ndjej gjallëri, dashuri, dhimbje e mall në një trup të vetëm. Unë nuk ja tregoj askujt këtë histori, por e mbaj në zemër si një plagë që s'mbyllet, e si një kujtim që unë nuk dua ta humbas. Sepse ndonjëherë dashuri që nuk zgjasin janë pikërisht ato që të lënë gjurmën më të thellë. E unë edhe sot, pas gjithë kësaj kohe, e dua Dorin në heshtje, në fshehtësi, në dhimbje, ashtu si në ditën e parë që më tha: "Shpirt, flasim kur të kesh kohë."